Granit Xhaka, kapiteni i padiskutueshëm i Zvicrës, zbriti në Fadil Vokli për ndeshjen e radhës ndaj Kosovës, ku në pjesën e parë një numër jo aq i madh, për të thënë dhjetra nga tribuna lindore, i vërshëllyen yllit të futbollit shqiptar. Shkaku ishte një deklaratë për dy lojtarët të rinj shqiptar Albian Hajdari dhe Leon Avdullahun, të cilët Xhaka i vlerësoi si jo të gatshëm për të marrë minutazh të rëndësishëm në përfaqësuesen helvete, duke marrë si shembull Ardon Jasharin, një tjetër shqiptar që luan për Zvicrën. Por kjo situatë nuk duhet të hidhërojë askënd. Granit Xhaka asnjëherë nuk e ka fshehur prej ardhjen e tij, dhimbjen e familjes dhe historinë e kaluar, dhe gjithmonë ka folur me krenari dhe me zë të lartë për rrënjët e tij shqiptare. Ai vazhdon të mbetet një nga mesfushorët më të mirë në botë, aktualisht duke luajtur në Ligën Premier me Sunderland, dhe më parë ka bërë karrierë të suksesshme te Arsenal dhe Bayer Leverkusen. Në kombëtarën e Zvicrës, Xhaka ka qenë lider i jashtëzakonshëm me gola dhe paraqitje memorabile, përfshirë në ndeshjet kundër Serbisë ku ka treguar karakter dhe pasion, duke festuar me fanellën e Jasharit, një moment krenarie që nuk harrohet lehtë. Ai mbetet shqiptari vetëm i nominuar për topin e artë, një arritje individuale e jashtëzakonshme. Numri që e vërshoi ishte i vogël në stadium, por Granit, edhe pse sot je i hidhëruar mos harro, mira për të mos thënë miliona shqiptar të duan në zemër për atë që je, atë që përfaqëson dhe që ke bërë për vendin tënd Kosovën. Në fund, Granit Xhaka mbetet simboli i profesionalizmit dhe lideri natyrshëm. Ata që e duan dhe e njohin e dinë se vlerat e tij nuk mund të fshihen nga pa kritika të izoluara. Në ndeshjen e fundit të ciklit kualifikues për Kupën e Botës 2026, kombëtarja e Kosovës doli barazim 1-1 në shtëpi ndaj Zvicrës. Pavarësisht përpjekjeve të mëdha, një nga momentet më të komentuara pas ndeshjes ishte vërshëllima e tifozëve ndaj Granit Xhakës, yllit shqiptar që u vërshëllye në çdo prekje të topit. Pas përfundimit të takimit, Xhaka ka reaguar për këtë situatë, duke thënë se ishte befasuar dhe ndjente dhimbje për të. Jam i befasuar që jam fishkëllyer, dhemb, por më duhet ta pranoj atë. Mundohem të koncentrohem vetëm në futboll, por fat të keq është pjesë e lojës, ka thënë ai. Pavarësisht këtij momenti të vështirë, Xhaka ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen që ka pasur gjatë gjithë karrierës nga tifozët zviceran dhe ka theksuar rëndësinë e këtij kualifikimi të Kupës së Botës. Ai ka deklaruar pavarësisht se çdo sfidë është krenar për arritjet e ekipit dhe se kjo është një fushatë e suksesshme për Kosovën. Xhaka gjithashtu ka përmendur se përkrahja e tifozëve të Kosovës dhe stabiliteti mental i ekipit janë faktor kyç për të arritur sukses në të ardhmen. Pas ndeshjes, ai ka shprehur se ekipi ka pasur një kampanjë të mirë dhe se është i lumtur me arritjen e këtij kualifikimi historik.